9 programe të reja studimi janë miratuar nga Ministria e Arsimit për Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuçi. Lajmin e ka bërë të ditur rektori Tonin Xhuraj në mbledhjen e Senatit. Kam kënaqësinë konfirmoj sot që 9 programe kanë kaluar fazën e parë. Mendoj që ky është një hap domethënës pozitiv. Natyrisht përpara, ajo që bie në sy është programi bachelor trashëgimi kulturore, që është me Universitetin e Salentos, dhe është një program i dyfisht. Programet e tjera janë në ciklin e dytë të studimeve, kryesisht master i shkencave. Pra kemi tek Fakulteti Gjuhëve të Huaja 4 programe, në Fakultetin Ekonomik Marketing Inovativ. Fakultetin e Shkencave Shoqërore, një master profesional besoj unë shumë interesant në GIS dhe planifikim territori nga Departamenti i Gjeografisë. Programi me sipërmje ekonomikut është i Departamentit të Turizmit. Kemi tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës, master i shkencave në sigurimin e cilësisë së ushqimit dhe të ushqyerit. Vëmendje të veçantë meriton master i shkencave në infermieri klinike. Gjithashtu janë miratuar edhe 2 projekte të rëndësishme për universitetin. Tashmë nga Akshi janë pranuar dhe do të financohen 2 projekte shumë të rëndësishme. Do jetë një laborator, do ngrit një laborator dozimetrik personal sekondar për monitorimin e ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues të stafeve mjekësore të rajonit të Veriut, nga Fakulteti Ekonomik, Fab Lab i Universitetit për ekonominë qarkulluese dhe teknologjitë digjitale të avancuara. Në fakt është një projekt shumë inovativ që do të mundsojë aftësimin dhe çuarën me tej të kapaciteteve akademike dhe teknologjike për studentët dhe për staf. Rektori Xhuraj u bëri thirrje pedagogëve dhe studentëve të shmangin takimet elektorale në çaturareve zyrtare. Ftoi studentët dhe pedagogët që të shmangin takimet elektorale në mjediset e universitetit dhe natyrisht gjatë orarit zyrtar të punës 8:04:30 takime me kandidatë të forcave të ndryshme politike. Pra ne jemi, nuk jemi indiferent, po jemi të paanshëm për arsye etike.